Jo, përfundoje, shkurtimisht ka vlen se ka Artan Hoxha një pyetje, përfundoje Xhenci, nuk ka Ka një pyetje problem. nga studio, thimi se më arqiu. Artan Hoxha ka pyetje nga gazetari, Artan, po. Spajurime zotit Peleshi. Të kthyer të trejave dhe pyetja e Artan Hoxhës është që? Po. Së dyti, kam parë disa takime, Po tani? ku ishte prezent zoti Peleshi. Dhe mosha mesatare në ato takime ishte 70 vjeç. Sa nga ata mund ta kapin këtë pasaportën europiane? Pra do e realizoni brenda këtij mandati këtë pasaportën apo duhet dhe një mandat tjetër? Pasaportën europiane, thot Artan Hoxha. Do e realizoni brenda këtij mandati pasaportën europiane apo duhet edhe një mandat tjetër? Unë nuk i daj njerëzit sipas moshës, kur them e vlerësoj faktin që ka shumë djemë dhe vajza të reja në Devoll dhe në gjithë organizatat tona, nuk e kam për të ndarë shoqërinë në grup mosha, por natyrisht shtresat pra të rinjt japin energji dhe dinamizëm që është i nevojshëm për fushatën. Po nga ana tjetër unë jam realisht i përullur para moshave, le të themi plus 60, plus 70, po të doni, sepse ato kanë urtësinë, kanë eksperiencën, kanë vedijen dhe unë e shmoj shumë votën e tyre gjithashtu. Është një votë eksperience. Por nuk është e vërtet Artan që në fushatën tonë nuk ka patur të rinj. Unë kam bërë një takim vetëm me të rinj në te parku i Rinia, parku i qytetit, edhe parku ka emrin e rinis, ku kanë qenë rreth 2000 të rinj. Pra I ka me video zoti Peleshi, ke takimet e Ersekës, nga gjithë qarku. mi riu kryetari i bashkisë ishte atje. Le të themi që mos i ndajmë njerëzit. Duhen të rinj patjetër, kanë energji të reja, por duhet të gjithë të jenë bashkë në këtë proces. E marrin apo se marrin pasaportën, unë them që do ta marrin, të kenë jetë të gjatë të gjithë. Unë shpresoj shumë që edhe për meritën tonë, por edhe për fatin, pra për arsyet gjeopolitike dhe arsyet brendshme të Bashkimit Evropian, ne kemi të gjitha kushtet që siç thot vetë institucionet e Bashkimit Evropian, t'i përmbyllim në fund të 2027-s negociatat dhe pastaj fillojë procesi politik i antarësimit në 27 parlamente dhe qeveri, pra të arrijmë brenda vitit 2030. Ka një pyetje Xhenci Lertane, po. Tonë që është ai përcaktuar nga rilinda së Bashkimit Evropian. Edhe një pyetje të fundit. Unë vizitoj shpesh qarkun e Korçës, për sidomos zonën e Ersekës, Leskovikut. Sa herë që shkoj gjej më pak banor. Në këtë mandat do të ndaloni këtë rrjedhjen e banorëve apo do bëni të mundur që të ktheheni një pjesë atyre që kanë ikur? Nuk besoj se ishte pyetje nëse e vizitoj apo jo, se besoj e din të gjithë. Jo, e viziton tani shpesh. Tani, okej. Kam shumë respekt dhe përshëndes Tanin, edhe unë vetë, ndose prej vitit 2013 jam në Tiranë me detyra shtetërore, mund të numëroj me gishtat e indore e premte shtunë e diela që unë nuk jam në qark. Pra jam konstant këtu, sepse e quaj që kjo është shtëpia ime. Tani, çështja e shpopullimit, nuk meriton të quhet kështu, po gjithsesi themi migracioni brendshëm apo qoftë edhe emigracioni është një fenomen prej 35 vitesh i Shqipërisë dhe jo vetëm i Shqipërisë, por i vendeve kryesisht të Evropës jugore. Pra nuk është se ka lëvizje vetëm nga Shqipëria drejt, po themi, Gjermanisë dhe vendeve të zhvilluara, por edhe nga Greqia, Italia e Jugut, Spanja apo të doni. Pra ky është një fenomen që duhet të ndërtojnë politika për ta përballur. Në kuptimin që të punojmë për të rritur këtu standardin e jetesës dhe të mirëpresim dhe të punojmë për një fluks në të kundërt. Unë besoj, edhe nuk e them për s'është propagandë, zgjedhjet mbaruan. Unë besoj që edhe Shqipëria, ashtu si Kroacia apo vendet e tjera, që kur arriten një standard të pagës rreth 1400-1500 euro, filloi një fluks i kthimit. Unë besoj ribashkimin e shqiptarëve në shtëpinë e tyre. E besoj Artan. Unë mendoj që tani ne të rinjt e duam, kështu që duhet ta ftojmë në Ersek dhe mbase duhet i tregoni atë që ju thatë për të rinjt. E ftoj unë, është i ftuar im me shumë pranësi. Faleminderit zoti Peleshi. Faleminderit, Xhenci shkon zoti Peleshi, faleminderit shumë. Faleminderit shumë Xhenci për gjithçka solle, edhe për intervistën me zotin Peleshi, të uroj punë mbar.